Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Mirë se erdhët në puntatën e radhës, me Juli në radar, ku kemi një të ftuar special, avokatin e nderuar dhe të dashur me studion ton, zotin Kujtim Ibraj, për një tematik shumë të nxehtë të ditëve të fundit, atë të vendimit unifikues për masën arrest me burg. Që ka pasur diskutime të nxehta këto kohë. Në fakt më kujtohet në fillimet e mia kur kam qenë avokate, kam punuar dhe avokate kryesisht në gjykatën e apelit administrativ ushtarak dhe më ka bërë përshtypje në atë kohë që ishte dënuar, ishte me mas paraburgimi dhe i akuzuar për vjedhje një ushtar, sepse kishte vjedhur një tel me gjatësi 100 ca metër bakër dhe ishte në burg pa u dënuar me vendim me formë të prerë. Më është dukur pak e çuditshme në fakt në atë kohë, sepse isha dhe në fillimet e mia, por sot për të na shpjeguar gjithë atë këto dhe për të parë se si ka ndryshuar vendimi unifikues mënyrën e marrjes së kësaj mase kufizuese, kemi avokatin i cili ka një përvojë të gjatë në këtë fushë të jurisprudencës. I nderuar avokat, çfarë u vendos me këtë vendim? Shikoj, Jule, ju përmendet një rast specifik, rast abuziv, mund ta quaj i kohës. Po. Shumë abuziv, për shkak sepse dëmi ka qenë shumë i vogël, po ta krahasosh me masën e sigurisë, por ne duhet të hyjmë te tema që ju përmendët dhe bëhet pyetjen. Vendimi unifikues i datë 4 maj ishte një vendim i iniciuar nga kryetari i gjykatës të lartë sipas ligjit dhe besoj që vendimi unifikues ishte në proporcionin e masës sigurimit në gjykatat shqiptare, si gjykatat penale. U morë si ide për shkak sepse ne kishim povuanim shumë në interpretimin e vendimit gjykatave dhe masës sigurisë, në vlerësimin e masave sigurisë, për shkak të personalitetit të veprës, proporcionalitetit që ka vepra penale me personalitetin e personit. Dhe argumentimin që duhet bënin gjykatat, pse jo, mos jetë një masë sigurimit më lehtë. Pra, ne në jargonin e përditshëm përdorte masë sigurimit vetëm vijimi masë sigurimit arrest në burg, pa shprehur dhe pa argumentuar dhe pa arsyetuar vendimin e gjykatës, pse jo një mas tjetër më lehtë, siç është për të arrestin në shtëpi të për të paraqitur. E kemi mshuar gjithmonë pjesës që ka dhe vendet e Bashkimit Evropian, vendet përndimore, garancia bankare është një ndër bazat, sidomos të përdoret në shtetet evropiane, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një metodë e përditshme. Dhe ndaj u ishte nevojshme një vendim unifikues nga ana e gjykatës së lartë. A kishte vendime të ndryshme midis gjykatash për të njëjtin fakt që ndërmerrnin masa të ndryshme kufizimi? Po. Nga kjo ka lind kjo nevojë? Po, jo vetëm kjo, por edhe të detyrojnë gjykatat më të ulta që të bëjnë interpretimin pse një masë tjetër nuk është opsion. Dhe në shumë raste kemi pas për një vepër penale vendime të ndryshme për hir të vërtetës, atëherë lind pyetja pse për një vepër penale njëri dënohet, tjetri merr një masë më të lehtë dënimit. Nikoj kushat familjare, nikoj kushat specifike, por në shumë raste ka ndikuar edhe çështja e korrupsionit, që jemi për hir të vërtetës. Pra, nuk mundet që kandari të shkojë vetëm anën e korrupsionit. Kandari duhet të jetë i barabartë për gjithë, vendimet duhet të jenë të zbatueshme për gjithë gjykatat, apelit dhe gjykatat e shkallës parë. Dhe në këto raste ne kemi parë që nuk është akoma pothuar në këto momente që flasim, ka vetëm pak ditë që është një muaj pak, dhe nuk kemi parë akoma që të habilitohet ose të krijohet një praktik në lidhje me këtë, sepse ne për ditë në gjykata përsëri vazhdon e njëjta po themi rutinë e gjykatave pa arsyetime të nevojshme. Shikoj, Juli, ka një diçka, ju jeni juriste dhe e dini, besoj, dhe azhurnoheni me pjesën e juridike. Në qoftë se në një vend ku nuk ka siguri juridike, qoftë nga ana civile dhe qoftë nga ana penale, atëherë sistemi gjyqësor ka dështuar. Ajo që mban një shtet ligjor në këmbë është siguria juridike. Çfarë do të thotë? Siguria juridike është për qytetarin, prona, jeta, liria, të gjitha me radhë janë ajo që krijon një siguri juridike, është baza që ndërtën në vjet romake të vjetër, pra është një siguri juridike. Ne kjo na mungon. Për hir të vërtetës e bën shumë reforma, kemi avancuar me reformat, por akoma nuk kemi arritur në atë nivelin që kërkohet, sidomos nga vendet e Bashkimit Evropian, mos flasim pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka një siguri juridike absolute, ku ka një sistem ndryshem nga ne, ka një sistem të përzier, por siguria juridike qëndron në siguria juridike është mbrojtja e lirive dhe drejtave të personit në çdo moment. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë po dhe Kodi Penal ka në bazën e saj prezumimin e pafajësisë, ndaj edhe masa e arrestit me burg nuk duhet të ishte në këto masa gati 35% janë të baraburgosurit. Nga statistika del një nivel shumë i lartë se mesatarja, që është 22%. Po cilët Shiko, me që dole tek çështja e paraburgimit. Ne kemi përqindje shumë të lartë paraburgimit krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian. Pra një shqiptar bën 250 ditë
paraburgim në Shqipëri, në një kohë që një paraburgosur në vend e Bashkimit Evropian bën 150 ditë. Pra jemi 100 ditë më lart në normat e Bashkimit Evropian dhe mos harrojmë që ne vetëm për sistemin e burgjeve harxojmë shumë para. Vlerat që harxojmë ne i kalon mbi 100 milionë euro vetëm për sistemin penitenciar të burgjeve. Pra mos harrojmë ne 5000 paraburgosur bashkë me të burgosur. Po ta llogarisësh një burgosur paraburgosur shpenzimet vjetore janë 18000 euro. 18.400 euro në vit, i bie që 5.000 ose 6.000 i bie rreth 100 milionë euro vetëm për shërbimet e këtyre. Pra është një faturë financiare shumë e rëndë që në një kohë plus që 30 dhe 40 milionë euro sipas protokollit shkojnë shpenzime familjare, ushqime, veshmbathje, telefon, kosto për shërbime shëndetësore të tjera. Pra, edhe 100 milionë euro nxjerrim nga buxheti i shtetit dhe mos them po them parafërsisht rreth 50 milionë euro shkojnë edhe nga buxheti familjarëve. Pra kemi një kosto shumë të rëndë, janë po ta llogarisësh në një vit i thon 150 milionë euro, është shumë e madhe. Vendim edhe u paragjykuar para disa kohërash sepse e lidhen këtë me rastin e ish bashkiakut zoti Velia, që do ndikonte në daljen nga burgu të ish kryetarit, por në fakt nuk ndodhi kështu. Si mendon avokati? Jo, nuk ishte. Shiko, politika është më mirë kur në fund të hundë në sistemin e drejtësisë, e le drejtësinë që të bëj punën e saj, sepse më shumë e ngatron se e përshpejton procesin, domethënë ose ndihmon në proces. Anatemime që ishin për zotin Velia, pra për politikanët, për zotin Meta, thanë që ky vendim mund t'i hap rrugë lirimit të zotit Ilir Meta, ish presidenti të Republikës, zotit Rian Velia, kryetar bashkie, Ilir Beqa, një sër politikanës të cilët janë në masë sigurimit qoftë në Arresburg ose në masa të tjera nëpërmjet prokurorisë posaçme dhe me venime gjykatës posaçme. Ajo që unë nuk e kam pritur këtë dhe unë kam qenë skeptik për sa i përket këtij venimi unikus, sidomos me pjesën e politikës, sepse po të shikojmë ky venim unikus më shumë është për vepra të cilat nuk janë shumë të rënda, po ta shikosh në proporcionalitetin e veprës. Pra nëse ne flasim për zotin Velia që ka vepra të rënda penale për hir të vërtetës, sipas akuzës që ka nga prokuroria posaçme, dhe e dim tashmë zoti Velia i ka një vit po shkon gati një vit e gjysmë që është në paraburgim, është vepra shumë të rënda penale, siç është korrupsioni, në shumë raste në mënyrë përsëritur, pastrimi i produkteve vepra penale etj. Pra, vepra të cilat nuk përfitojnë as nga amnistia. Jo, as nga amnistia, janë vepra shumë të rënda penale të cilat ju atribuohen dhe nuk ka penal nga amnistia dhe nuk vepra penale i cila atribuohet nuk është në proporcion me masën e sigurisë të cilën ne mund të kërkojmë nëse një lehtësim masë, po themi. Po cilat ishin 3 kriteret kryesore që quan në marrjen e këtij, apo që gjykata duhet ketë parasysh në dhënien e një vendimi për heqjen e masës apo dhënien e masës arrest me burg. Pra, vendimi unikus është urdhërues për gjykatat më të ulta të apelit dhe shkallës. Parë është ata duhet të arsytojnë pse një masë tjetër më e butë nuk i është dhënë një person i cili ndodhi paraburgosur. Pra, duhet të arsytojnë në këto deri tani që flasim nuk janë argumentuar. Tani nëse një person i të jepet arrest, po themi në burg, masë sigurimit arrest në burg, gjykata duhet të arsytojë pse jo nuk i është dhënë një masë më e lehtë. Dhe aty del pse arsyeja pra e arrestit burg që është masa më e rëndë, i është dhënë këtij personi për shkak të atëherë në arsyetimin e vendimit gjykatës, gjykata thotë rrezikshmëria e veprës, rrezikshmëria e lartë e personit, kushte, pra rrethana të rënduese dhe lehtësuese. Në këtë rast jemi në vendimin gjithmonë të rrethana të rënduese. Akuza gjithmonë shkon kur është arresti në burg, gjithmonë akuza vjen me vepra të rënda penale, sidomos kërkohet vepër rënd për shkak të rrezikshmërisë edhe të veprës për edhe personit. Por në vendimin unikus që është bërë me datë 4 maj, është edhe proporcionaliteti i personalitetit personit me veprën. Pra, është diskutuar, pra ndaj është lëduar si thoni ju për këto njerëzit e politikës, për shkak sepse po të themi, po të marrim rastin e zotit Velia, nuk është person që pa rrëshmëri të lartë shoqërore. Është kryetar bashkie, është një djalë intelektual, familjar, pret edhe një fëmijë të dytë, por vepra për cilën i atribuohet ka një marrë dënimi shumë të lartë. Dhe kjo është ajo që e pengon ndryshimin e masës sigurisë. Dhe kur kërkohet zëvendësimi i masës sigurisë nga Arresburg në një masë tjetër, po themi, arrest shtëpie detyrim për të paraqitur garanci pasurore, duhet element gjatë procesit duhet paraqitur element të ri, të cilët e lehtësojnë pozitën e të pandehurit në këtë proces. Dhe për hir të vërtetës zoti Velia nuk ka paraqitur ndonjë dhënë konkrete të re ose një provë të re e cila mund të lehtësojë pozitën e tij procedurale në këtë proces penal. E vetmja e re që mund të jetë për zotin Velia në momentin që mund të flasim është pritja e një fëmijë tjetër i cili ndoshta mund të nikojë në lehtësuese për ndryshimin e masës sigurimit. Në fakt, ajo që parashtrohet edhe në vendimin unifikues është fakti që duhet që prokuroria përpara se të kërkojë masën e sigurisë duhet ta ketë arsyetuar pse kërkon një masë arresti me burg. Çfarë do të ndryshojë gjatë një procesi apo një seance të tillë në parashtrimet që bën një prokuror pranë gjykatës? Shiko, prokurorët
Tashmë me venimin e kohës, besoj duhet i vënë gishin kokës më shumë që të paraqesin prova përpara gjykatës, kur kërkon një masë sigurimi, sidomos masën më të rëndë arrestit në burg, dhe duhet paraqet vërejtësh provave për të dyshimit të arsyeshëm. Shikon, në kodin e procedurës penale ne kemi ngënshë Juli përgjigjes vërtetës, sepse dyshimi i arsyeshëm presupozon që ti mund të kesh kryer një vepër penale, por mesim gjithmonë në dyshimin e arsyeshëm. Me dyshimin e arsyeshëm shumë njerëz sot janë në burg. Pra, bindja e brendshme që ka një prokuror, dyshimi i arsyeshëm i tij e bind gjykatën që ky person duhet të qëndrojë në arrest në burg. Përgjigjes vërtetës kjo nuk është provë. Në venimin e gjykatës besoj që prokurorit duhet paraqesin prova të sakta që të bindin gjykatën që ky person duhet të qëndrojë në burg. Përndryshe pastaj sistemi është shumë i lkundur, po them, sot në përditshmërinë, në çdo fjalë që prokurorët në akuzën e tyre ngrenë dyshimin e arsyeshëm. Dyshimi i arsyeshëm është vetëm pjesë plotësuese dhe jo pjesë kryesore. Pra pjesa kryesore në çdo proces penal është prova. Nëse ti nuk paraqet provën, mënyra e kërkimit prova është në dorë prokurorit që të kërkojë gjitha me metodat kërkimin e provës dhe të paraqesë gjykatës. Nëse nuk arrin që të paraqetësh prova konkrete para gjykatës, atëherë me sigurisht bie. Në ngjarjet e fundit në fakt që të ditëve të fundit ato të Zvërnecit pati arrestime të bujshme për shkak të vetë faktit që ishte haptazi, indiferenca e policisë shtetit ndaj dhunës së ushtruar nga policia private ndaj qytetarëve të Vlorës. Si e komentoni këtë? Si shqiptar, unë edhe për shkak profesionit kam ndjek me shumë vëmendje. Shumë orë kam harxuar bile duke ndjekur për shkak të çështjes sensitive që ka, sidomos çështja punës në Shqipëri dhe për shkak të mënyrës se si u trajtua çështja e Zvërnecit, një protestë paqësore të qytetarëve të Vlorës. Shikon, nuk mundet askush as institucion privat ose tjetër kushdo qoftë që dalë një policinë e shtetit. Policia e shtetit është një organ i ngarkuar me ligjin dhe kushtetutë për ruajtjen dhe rendit dhe qetësisë publike, parandalimin e veprave penale etj. Pra siç ka kushtetuta dhe ligji i posaçëm të 2024 mbi policinë e shtetit. Atëherë nuk arrita ta kuptoj se si policia e shtetit qëndron indiferente në këtë proces, në këtë tubim paqësor të qytetarëve të Zvërnecit, kur kërkonin drejtat e tyre. Pavarësisht se të gjithë ne themi që drejtat mund kërkohen gjykat, por nganjëherë drejtat mund kërkohen edhe duke rritur zërin edhe në rrugë paqësore, pasi ne e dimë është metodë botërore e njohur botërisht në demokraci, e drejta për të protestuar. Dhe nuk arrit asesi punojësit e policisë bënin se herë kur disa harbut të roje private të shqyrtura merrin zvarr qytetar shqiptar. Kjo është e pafalshme, sidomos për institucionin e policisë. Për mua drejtoria e policisë Vlorë duhet të ishte shkrirë fare gjithë kupola drejtuese e policisë Vlorë, do të marrë masa nga Ministria e Brendshme, drejtori i përgjithshëm besoj, pavarësisht prezullimit të drejtorit të policisë vendore në Vlorë, për mua shumë persona duhet të ishin qenë të pandehur nga ana e prokurorisë të Vlorës për shkak të tajkalimit të ligjit si nga ana e policisë, shpërndërimet e tyre dhe dhunës ushtruar nga personat e tjerë, të cilët nuk e kanë atributin që shoqërojnë. Pra atributin që shoqërojnë, të arrestojnë, të tjerë ka vetëm policia e shtetit. Dhe dokumentacionin e bëjnë oficerët e policisë gjyqësore sipas atributeve të timi që ata kanë pas ligjit. Është e pafalshme se si një person merret zvarr me 2 kilometër dhe policia e shtetit rrin dhe shikon veprimet arbitrare të qytetarëve. Unë besoj që ata personat duhet të arrestohen dhe të vënë para drejtësisë, sepse qytetarët shqiptarë nuk mund të marrin kosto nga personat të papërgjegjshëm që kanë veprime të papërgjegjshme. Roli i policisë shtetit pak a shumë ka ndryshuar me rritjen e rrethit të objektit të tyre të veprimtarisë, ndërtimet e palishme, ruajtja e mjedisit e tjera këto, mos ka ndikuar sadopak edhe kjo në mënyrën e funksionimit të saj? Jo, nuk është ajo. Ajo policia e shtetit është për të ruajtur rendin dhe sigurinë dhe jetën e secilit. Kjo është kryesorja, po nga që në këto momente është policia thirret në tubime, pra kur ka informacion që ka tubime, ka protesta, e para që merr pjesë është policia e shtetit në ruajtjen dhe mbarvajtjen e protestës. Dhe në këtë rast nuk mund ndërhyj askush tjetër, nuk ka atributi ligjore që të ndërhyj dikush që të kapë një person zvarr sepse ai proteston ose do shkojë te shtëpia e tij. Pra veprimet antiligjore nuk janë parë në 35 vite, nuk kanë parë veprime arbitrare të forcave që nuk janë pjesë e policisë shtetit. Policia e shtetit është tjetër gjë. Policia e shtetit në zbatim ligjit, proporcionaliteti i forcës është me atë që ushtron qytetari. Pra ne gjithmonë kemi folur që policia e shtetit nganjëherë ka tepruar me përdorimin e forcës, por në këtë rast prapë është policia e shtetit. Pra dhe mballa përgjithësi, pra është institucion i ngarkuar me ligj. Në rast edhe masa, edhe vendimi unifikues gjen zbatim sepse ka provë direkte. Në lidhje me arrestimin mendoni? Jo, nuk ka lidhje. Çështja e arrestimit personave të cilët kanë ushtruar dhunë ndaj protestuesve, nuk ka lidhje fare me venimin unikus. Ata persona besoj që për mua unë do kisha qenë që kjo
Prokuria e Vlorës kishte shpallë mos kompetencën, dhe unë këta kisha quajtur një grup i strukturë kriminal dhe për mua kjo çështje duhet të ishte ndjek nga SPAK-u. Pa le nuk mund të merremi tani me raste hiqet licenca nuk hiqet licenca Juli. Çështja e licencës është diçka administrative. Nëse ti ushtron dhunë deri në vdekje ndaj personave të cilët protestojnë për tokën e tyre, për pasurinë e tyre, pavarësisht se ne themi rrugë gjyqësore, kjo është e pafalshme. Besoj që Prokuria e posaçme duhet ta kishte marrë këtë çështje, pra Prokuria e Vlorës duhet të shpallë mos kompetencën dhe Prokuria e posaçme të gjithë të shpallë një grup i strukturë kriminal në arbitrarin e veprimeve të tyre. Kush janë këta që ushtrojnë dhunë ndaj qytetarëve? Çfarë janë këta? Çfarë përfaqësojnë këta? Çfarë janë këta grupe paramilitare që marrin e rrëmbejnë njerëz? Kush janë këta? Pra, e kupton ku, pra e shkel çdo vije kuqe. Po pyetjes që në rastet kur ka konflikt pronësie në gjykat, mundet të jepet një leje zhvillimi në gjykimin tuaj? Shiko, përveç sigurimit padis, e cila është bazë, pra mund të jetojë gjykat me sigurimin e padis, dhe ne dim afati është pozitor për sigurimin e padis, në procesin e mëtejshëm leja zhvillimore zhvillohet. Nëse dhe tjetëri paraqet një dokument pronësie. Absolutisht, po ka një dokument ligjor. Po. Në qoftë se ju keni pretendime, kushdo nga palët ka pretendime, shkon në drejtori i gjykatës për njohjen pronar. Në momentin që njihesh pronar, e drejta e gjithë drejtave që ka lidhur personi para te, të kalojnë ty gjithë drejtat reale dhe gjithë pronësia të kalon ty sipas marrëveshjes. Në gjykatë mund kërkosh edhe për nivelin e marrëveshjes, përqindjet e tjera që janë gjëra ekspertës që nuk mund të diskutojmë tani këtu, por ajo që ma lidh me Zvernecin, çështjet janë sensitive, shiko. Para pak kohësh mbaj mend Juli që kishim zonën e Thethit. Kemi zonën e Rriollit. Pra jemi në 3 vatra shumë të nxehta ku ka interes të madh investimi. Zona e Thethit dihet për Alpet e saj dhe për bukuritë e saj. Zona e Rriollit dihet tashmë edhe ajo për bukuritë dhe për resurset që ka, edhe dolëm tani tek zona e Zvernecit. Zona e Zvernecit për hir vërtet është një zonë elitare në Shqipëri, është një zonë e mbrojtur nga shteti, por kemi një problem. Tani duhem ta zhvillojmë ne këtë vend apo jo. Dhe nëse ne flasim për zhvillime strategjike, për investor strategjik të fuqishëm, siç është rasti i Zvernecit, atëherë ky projekt nuk mund të anullohet. Në anullimi i këtij projekti ne na kushton shëmrën në turizëm dhe në thithë investimeve tuaja. Pse? Se nuk mundet që një projekt që vlera i shkon 4 miliard euro për një vend si Shqipëria, është një vlerë shumë marramense, po themi pra është thuajse gjysma buxhetit shtetit të një vitit në Shqipëri, që të investohet dhe është ne po flasim për turizëm elitar. Por ka një diçka. E kam ndjek çështën e pronësisë, Juli dhe ka në zona si në jug, si në veri, në disa raste ka zona ku janë dhënë me 7.000 vëzhgim, pra me aktin e makrës stokës së pronësi, por çka kanë nuk janë regjistruar. Pse AMTP të zonës Zvernecit nuk janë regjistruar? Pse në Theth pronarëve të ligjshëm nuk u kthehet prona, që bëhen pronar? Pse në Rrioll, në Velipoj, ku do në gjithë vijën bregdetare nuk u kthehen pronarëve të ligjshëm pronat e tyre? Pra nuk është çështja që ti mund të futesh në një kalvar vujtjesh në gjykat për 20 vite, ne dimë sistemin e gjykatave tona, përvarësisht korrupsionit edhe sistemi i reformës së drejtësisë, etj. Pra është një kalvar i pafund dhe ti me mekanizma ligjor mund ta rregullosh totalisht pjesën e shënshpronësisë. Në momentin që rregullon çështën e pronësisë, nuk kemi probleme për investor. Tani rasti i Zvernecit, unë them që ky projekt duhet të vazhdojë, është një projekt më madhështor, por me një kusht që pronarëve të prona, pronarët e ligjshëm mos funksionohet asnjë centimetër tokë. Secili që ka një AMTP, secili që ka një dokumentacion ligjor, ti regjistrohet në hipotekë, të marr hipotekën dhe të lidh kontratën. Në rast se kemi në rast se ne kemi investor strategjik dhe toka merret për përdorim për investor strategjik pas ligjit, atëherë duhet ta kompensosh pronarin e tokës. Askush, të gjithë qytetarët që kam parë dhe kam ndjekur, të gjithë janë dakord që të investohet, por të ketë edhe kompensim. Pra të ketë kompensim real. Fol shumë që 2020 do rregullonte çështjet e pronësisë edhe në veri për çështjet e certifikimit të pronës së të parëve, por në fakt realisht nuk ndodhi kështu. Nuk u bë e mundur edhe me ndryshimet e bëra në ligjin 2020 për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë. Pse nuk u bë e mundur? Shiko, ligji 2020 ka mangësitë e tij, unë kam qenë për tjetër variant. Kam një ide tjetër, unë kam qenë që në zonat, për shembull, unë jam nga Valësia e Madhe, në zona ku kanë vajt në tokët e parëve, edhe në jug dhe gjithandaj kemi zona të tëra në Shqipëri. Për mua do kishte qenë që t'i jepshim AMTP. Pra siç ka qenë me 7.000 vëzhgim. Të ndaheshin sërish. Absolutisht AMTP sipas familjarëve dhe pastaj ne kishim një rregullim ligjor total. Nëse t'i jepshim AMTP-n sipas ligjit,
me ngrit komisione pranë bashkive, jep AMTP, të AMTP me planë rivelimit, me deklarata notariale dhe të rregjistrohen në hipotekë. Është një rrugë shumë e shkurtë. Pak ligji parashikon që në rastet kur janë të zaptuara tokat, ato mund të për vite me radhë duhet të paraqitnin pranë njësive vendore për të marrë këtë vërtetim fakti nga këto njësi vendore dhe pastaj të bëheshe procedura përkatëse me një vendim këshilli, por nuk u arrit sepse nuk dolën aktet në ligjore. Po pra, për ligjin 2020 me aktin ligjore jemi shumë dobët, që nuk e plotësojnë kuadrin ligjor, sepse ju dini një jurist e vet dhe nuk e pa ligj nuk bëhet asgjë. Pra, në qoftë se ti nxjerr një ligj dhe aktet ligjore nuk e performojnë në mënyrë perfekte gjitha elementet. Jo, sepse është ngërsh pastaj edhe burokracia pranë institucioneve, sepse askush nuk do bëj diçka jashtë ligjit, duhet të respektojë ligjin. Mendimi im personal ka qenë që ne të shkoshim tek AMTP-t në gjithë Shqipërinë, në zona ku nuk ka vepruar ligji, ku ka vajte tashmëtar, atëherë me AMTP. Pse edhe me AMTP-ja? Pse diskutojmë edhe këtë? Shiko, AMTP-ja llogaritet dhe sa familjar ke. Pra jemi dhe tashmëria ligjore, rregullohet tashmëria ligjore, pra që një familje janë gjithë tashmëtarë. Pra pavarësisht se e trashëgon, pra jemi trashëgimtar në mënyrë të barabartë gjithë, vëllezër, motra, baballarë, xhaxhallarë të tjerë, pavarësisht se ndarje si ka trungu familjar. Pra, me një AMTP mund të rregulloheshim edhe trashëgimin ligjor, mund të rregulloheshim edhe çështje pronësisë. Dhe të gjitha do shkonin në mënyrë të rregullt. Në këtë moment që flasim është një mishmash juridik, një mishel që nuk arrit ta kuptoj, sepse po e vonojnë çështjen e pronësisë. Ne pa pronësi, pa rregulluar çështjen e pronësisë, nuk kemi integrim në Bashkimin Evropian. Pra është një ndër kushtet bazë. Nëse ne themi kapitalizëm pa pronë nuk ka, ne e dim. Është baza. Dhe nuk mund shkosh ti me një tokë ku unë pretendoj tokën e gjyshit tim dhe ti thua tokë shtet, është tokë e shtetit. Mendon që ndihmon këtë proces centralizimi i zyrave në qendër, zyrave të ASHK-s, sepse ka pasur një tendencë së fundmi që të shkrihen këto drejtoritë rajonale vendore dhe të kryet gjithë ky shërbim në ASHK-n qendrore. Jo, nuk besoj. Jo. Nuk e di kush e ka dhënë në mendim, po unë besoj që ASHK duhet shpërndahen për mua, po tjetë për mua duhet shpërndahen në përqarqe. Pra, duhet të kishim ngritur dy institucione, ASHK në përqarqe dhe ose dhënia e tapive ose AMTP-ve në qarqe, ose ngrihen e zyrave të kthimit pronave në përqarqe përsëri. Agjencia e kthimit pronave, që kemi një agjenci tashmë bashkuar nga zyrat vendore rajonale, nuk po kryen funksionin e saj. Ne dy rrugë kemi. Pra, ASHK-ja tjetë, regjistrimi tjetë të qytetarit një, dhe pika tjetër tjetë mënyra se si do e bëjmë pronar qytetarin. Pra, ligji përkatdastrën thotë që duhet që drejtoria rajonale e lëshon certifikatën e pronësisë. Po. Apo kjo mendon që nuk është e lidhur me territorin. Jo, s'ka lidhje me territorin. Pra, përqendrimi i gjithë zyrat kadastrale. Juridikisht në një interpretim të zgjeruar mendoj që fakti që thuhet që një certifikat e caktuar pronësie që lëshohet për një pronë që ndodhet në një territor të caktuar të një qarku duhet lëshohet nga drejtoria rajonale përkatëse e lidh edhe vetë zyrën e kësaj drejtorie me territorin. Mendimi im dhe një interpretim i zgjeruar i ligjit. Nuk e di, po disa mendojnë që nuk ka lidhje, sepse mjafton që ta firmosi drejtori që është i emëruar në qendër si drejtor rajonal dhe kjo nuk ka lidhje me ku ndodhet zyra. Ju si e gjykoni? Sepse kjo është shumë thelbësore mendoj për zbatimin e ligjit. Është shumë thelbësore dhe e kapet shumë mirë pyetje. Shiko, ideja është kjo. Ta nuk e kuptojnë që lidhja e pronës është lidhje shpirtërore me terrenin dhe me qytetarët. Akoma nuk e kuptojnë se ta mendojnë që me një laps, me një firmë nga Tirana ti mund të bësh pronar në Zvernec. Po shiko, ne duhem që të kemi në terren. Pra, të ketë inxhinier, të ketë topograf që ta masin, që mos ketë pastaj konflikte. Dhe askush më mirë sa më afër terrenit ta çosh. Shërbimin aq më mirë në shërbimin e qytetarëve. Sa më shumë që ta largosh, aq më shumë krijon largim dhe korrupsion. Pra të dyja të lidhura. Në fakt u ndërmor edhe një iniciativë fundi që të kishte akt marrëveshje midis pushtetit vendor dhe ASHK-s për të bërë të mundur legalizimin më të shpejt të pronave që ndodhen në territor, po dhe kjo nuk funksionoi. Kështu që mbase ishte edhe kjo një përgjigje e faktit që disa gjëra dhe ka ardhur momenti që ky funksion t'i delegohet, pse jo certifikimi AMTP-ve të paktën dhe i banesave t'i delegohet pushtetit vendor? Unë atë thash, pra të ngrihet komisioni pranë pushtetit vendor. Aty është baza, pra pranë bashkive, pika e parë, dhe pika e dytë venimi i Këshillit të Ministrave ku është për bashkëpunimin mes bashkive dhe ASHK-s nuk ka funksionuar. Pse? Sepse në shumë raste bashkitë çojnë lista për legalizime, lista të nevojave që nga verifikimet që bëjnë në terren, sepse ju e dini, bashkia funksionon në mënyrë kapilare me strukturën e saj dhe informacioni i vjen nga kryeplaku,
administratorë të njësive Po ka edhe sektor të dedikuar që mund t'i Edhe nëpërmjet kryetësisë s'ka rëndësi, ka shumë element bashkia. Këta çfarë bëjnë? Nëse ti çon një si kryetar bashkie, çon një listë për 100 veta që të legalizohen, nuk legalizohen as 2. Në krah të tjetër legalizohen 100 nëse ka hyrë korrupsioni. Kjo bie ndesh. Pra, sepse ligji i legalizimit thotë që është një blok që legalizohet. Dhe unë nuk kam parë, për t'jap një shembull, në gjithë valësinë e madhe, mora informacion para sa ditësh, ishin bërë 4 legalizime. Atëherë ku qëndron bashkëpunimi? Nuk ka funksionuar. Atëherë ku qëndron bashkëpunimi? Në një kohë që ti ke gjithë mundësi që ti legalizosh. Po themi ka legalizimin për shembull për shtëpiat para vitit 91. Para datës 01/8/91, VKM 442 ndryshuar me VKM 827, e cila jep prioritet sidomos shtëpiave të vjetra. Dhe në shumë zona të Shqipërisë kemi shtëpiat e vjetra të cilat janë përdoren si bujtina për turizëm. Ke Permetin, ke Gjirokastrën, ke Korçën, ke me mira banesa, të cilat nuk po jepet certifikata pronësisë. Atëherë, si mund të lësh një shtëpi ti, po them një Gjirokastrën, që ta përdorësh për biznes kur ti si ke dhënë certifikata pronësisë? Po ka raste edhe të banesave para 91-shit me leje ndërtimi para 91-shit që duhet legalizoheshin, kanë dalë aktet përkatëse normative, po edhe sot nuk legalizohen. Po pra, jo, m'fal. Shiko, e kanë zgjidhur me VKM, por nuk duan ta bëjnë. Pra, shteti, qeveria qendrore kanë zgjidhur me 2 VKM, me VKM 442, me VKM tjetër 827. Po çka kërkohet është thjesht fare. 4 fotografi, një certifikat familjar, një vetë deklarim. Pra, deklarimi edhe këto momente që flasim është i hapur, nuk ka pengesë ligjore. Nuk është me ligjin e legalizimeve që vjen nga viti 2006. Është vetë deklarimi i veçantë për shtëpiat para datës 01/8/91. Dhe në 300 metra trull i merr pasi pagesë. Pjesa tjetër ekstra është sipas ligjit, pastaj kalon nëpërmjet ASHK-s, nëpërmjet Agjencisë Trajtimit Pronave që mund ta blesh me një çmim referencë të pranueshëm. Pra, ne kemi gjithë kodin ligjor për sa i përket për çështjen e pronave mundorim dhe tër ditën të flasim sepse vërtet po futem mua tek këto pastaj nuk mbaroj. Sepse është në fakt vërtet ka shumë problematika që besoj që duhen zgjidhur edhe me pak vullnet nga të gjitha strukturat. Besoj se në çështje si këto të banesave apo të AMTP-ve duhet të kishin përfunduar certifikimin me kohë, patjetër që ka dhe probleme tjera të mbartura që nuk mund të finalizohen me një certifikat pronësie mendimi im, por gjithsesi edhe me një deklaratë përfundimtare të ASHK-s që kjo pronë nuk legalizohet për këtë 1, 2, 3 arsye e përfundon këtë konflikt që lindet në vite. Shikoj, vetëm kësaj, pra vetëm çështja sensitive, vetëm te pjesën që po shohim, vetëm pjesën e Zvernecit, se ne e harrum thethin e ke parasysh edhe të rjollin, domethënë që është bërë pothuajse e njëjtë në mënyrë barazleshme. Atëherë pse vjen gjithë ky tension social? Gjithë ky tension social vjen për shkak sepse Agjencia Shtetërore e Kadastrës, sidomos dhe Agjencia e Kthimit Pronave, institucione që merren direkt me çështjen e procedimit qytetarëve shqiptar, nuk kanë funksionuar. Pra gjithë tensioni rritet për shkak rritet konflikti social. Edhe kemi edhe pasojë ekstreme. Gjithçka lidhet me këto dy institucione se s'kan funksionuar. Qoftë në theth, qoftë në rjoll të Velipojës, qoftë edhe në zonë sot që flasim. Pra, mos funksionimi i këtyre dy institucione që ngarkohen me ligj që rregullojnë çështjen e pronësisë, na krijon këto konflikte sociale që ne kemi sot dhe na largon nga një sektor strategjik. Shumë të rëndësishëm, se nesër do dalin edhe kjo tjetra. Nesër mund vinë një sektor strategjik do investojnë theth. Si do e zgjidhin? Për protestën në Tiranë, për protestën në theth prapë përsëri. Do ta zgjidhim me paketën e maleve, instrumentin e fundit. Jo, m'fal. E kupton se ku jemi? Pra nuk kemi rregulluar pjesën bazë. Nesër do vinë një investitor mund të thotë, po themi për shembull për Alpet, ne kemi një Koloshin në Mallzi. Është zero para. Duhet të ishte është zero para Alpeve tonë. Nëse kemi një investim të tillë. E diskutoj shpesh edhe me kolegun me Toninin për faktin që pse nuk është bërë ende edhe një piskish në Malsinë e Madhe. Do duhet shumë. Po shkosh në Kaloshin, është sepse Malin Zinë e kemi afër dhe e vizitojmë, e dim që gjithë ata nuk kanë as 20% të resurseve tona. Por e shfrytëzojnë. Si kanë shfrytëzuar me investitorët. Pra, ne mendojmë që nuk duhet të vijë një investitor se po mbjell pronën. Nuk është kjo. Ekonomia ka nevojë për injeksion edhe investime, po patjetër që dhe siguria e pronës apo garantimi i sigurisë së pronës, siç e thatë, është e rëndësishme. Ajo është e para. Pra ti nuk duhet të lësh qytetarët asnjë lloj ekuvokut që ti thuash ti shkoj menja që shteti shqiptar mund të më vjedhin mua pronën, ose kushdo qoftë, ose të ma marrin mua dhe t'ja japi ulit. Kjo duhet fshi nga memoria e shqiptarëve. Shqiptarët kanë nevojë për siguri juridike dhe mbas ligjit. Pra, për mos harrojmë, askush nuk është kundër investimeve, asnjë. Po të shikosh në gjithë Shqipërinë, po të shkosh kundër investimeve, nëse ti e merr. Pra, nëse ti e merr dhe të ma grabitësh mua pronën t'ja japësh ulit, pastaj aty fillojnë probleme të tjera. Nëse ne kemi thënë investitor, por ne nuk mund të jemi investitor nga
nga Kosova, po të ma shembull vezit tanë ose Maqedonia, nëse kanë fuqi investimit. Ne investimin tërë na duhen gjerman, na duhen francez, na duhen amerikan. Pse kanë fuqi investitor? Sepse këta kanë zhvilluar Turqinë, kanë zhvilluar Greqinë, kanë zhvilluar Kroacinë. Gjithë vendet ku ne, edhe mos harrojmë një diçka Juli, se ne këtu jetojmë dhe duhet ta dimë. Shikon, në turizëm, sidomos në fushën e turizmit, sepse ne nuk kemi në fushën e lartë të prodhimeve, po themi të industri, nuk kemi industri, ne prioritet kryesor ne kemi turizmin malor dhe bregdetar. Aty që kryesorët e ekonomisë, që na vijnë shumë të ardha. Bujësia dhe turizmi. Bravo. Dhe ne mos harrojmë diçka, kemi harruar këtë pjesën që ne jemi përballë një konkurrencë shumë të ashpër. Shumë të ashpër. Sidomos në jug me Greqinë, edhe në veri me Malin e Zi dhe me Kroacinë. Pra, ne akoma nuk e kuptuar se ne mendojmë që jo s'kemi një konkurrencë shumë të ashpër me kohën që flasim, sepse ne tashmë kemi hyrë në tregun evropian, ose po themi edhe në tregun botëror, po duhet të turizmit. Përpara nuk e di pse nuk janë marrë me neve, se s'kishim treg. E mban mendim me shtëpiat vogla nuk ishte asnjë interesi për turizmin. Kur filloi fluksi turistëve dhe kur fillon që ne thithëm turist që nuk shkonin në Greqi, që nuk shkonin në Kroaci, dhe i thithnim ne, aty fillon konkurrenca dhe aty fillon ashpërsia. Dhe mos harrojmë që pastaj vjen lëvizje të gjitha fijet politike, ekonomike, lloj shërbimesh vjen në dispozicion se si të prishin në mazën e Shqipërisë dhe klientët kalojnë tek në Greqi ose në Kroaci ose në vende të tjera ose në Turqi. Pra, ne duhet jemi edhe shumë kujdesshëm në mënyrën se si kërkojmë dhe deri çfarë kërkojmë. Për të rikthyer edhe një herë tek ajo që nisëm këtë diskutim shumë të bukur, si mendoni gjykatat në vendimarrjen e tyre do të abuzojnë me zbatimin e vendimit unifikues dhe do të për raste që do të ketë vend për mas arresti me burg, do të anashkalojnë atë? Tani. Dhe si e parashikon avokati të ardhmen, do të ketë më pak të paraburgosur në burgjet tona? Besoj që vendimi unifikues është një vlerë e shtuar, një normë juridike e shtuar në sistemin e drejtësisë, por unë me këta gjyqtarë, me këta prokurorë që ne shohim për ditë, nuk besoj që mund të rregullohet ndonjë gjë për sa i përket sidomos pjesës së paraburgimit. Unë besoj dhe shpresoj që inshallah të ndryshojë mentaliteti bolshevik që kanë në trum, sepse shikoj Juli duhet ta përmend një çik këtu me ty, ne shohim magjistratë të ri, djem dhe vajza të reja që kanë marrë magjistraturën para pak kohësh dhe kanë një mentalitet bolshevik. Pra ne qami nga të vjetrit, po qami më shumë nga të rinjt. Pse? Po, magjistratët e ri në fakt dhe them edhe këtë tjetrën. Kanë një tendencë më shumë pro shtet në vendimarrjet e tyre. Të paktën flas për civilet dhe administrativet. E kanë një mani bolshevike, mentalitet komunist në tru, nuk e kuptoj dje me vajzat reja, se si gjëja parë. Gjëja parë është që ata duhet fusin njerëzit në burg, masa sigurisë arrest në burg. Edhe kjo tjetra, mos harrojmë diçka. Ne shohim për ditë magjistratë të ri, të lënë shumë për të dëshiruar në formimin e tyre profesional. Dhe kjo është. Po pse ka ndodhur kjo sipas jush? Tani do ta them. Shkolla e magjistraturës është një normë ligjore e cila nuk bëhet dot as prokuror, as gjyqtar pa mbaruar atë shkollë. Presupozohet që në shkollën e magjistraturës të shkojnë studentët më të mirë, më ekselent, që fitojnë edhe konkursi. Unë nuk kam besuar asnjëherë dhe nuk besoj as sot që shkolla e magjistraturës përthis studentët më të mirë. Pika parë, dhe nuk besoj që trajnimi i tyre është në ato nivele të cilët na kërkohet. Magjistrat të rinj që marrojnë shkollën e magjistraturës dhe nuk dinë që të bëjnë vendimin gjykata është një. Prokuror që marrojnë shkollën e magjistraturës kohët e fundit dhe nuk dinë se ç'është hetimi, kjo është të vënë kujen. Pra ne na duhet një trajnim permanent i këtyre studentëve në praktikë, sepse në teori ta vinë gjithë flasin. Kur vjen puna te praktika. Ka një regres në pjesën e argumentimit. Argumentimit pra se është pjesa e praktikës. Është pjesa e praktikës. Ti e mban mend ne shkoshim studenta, po shkonim bënim praktik. Nuk shkon njëri të bëj praktik. Dhe këta mendojnë që të marrësh juridikun, fakultetin juridik, të marrësh edhe magjistraturën me telefon, nuk shkon. Duhet shkosh në gjykat, duhet ta prekësh, duhet ta dëgjosh seancën, duhet ta di si bëhet një vendim, duhet ta di si ta mbledhësh provën. Nuk ka një vit praktik, sikur e kanë. Praktikën, po praktika të cunguar. Tani praktik duke i rrotulluar shkollë magjistraturës për mua nuk është. Unë them praktik shkosh në gjykat, edhe penale, civile, administrative, familjare, që të ndjekësh gjitha çështjet. Por këta nuk e kanë nivelin, nuk e di se shkolla e magjistraturës të nxjerr magjistrat të tillë, të cilët janë në nivelin mesatar në shumë raste të një juristi të thjeshtë. Atëherë, kjo po e them përsëri është një skandal i vërtet. Unë besoj që shkolla e magjistraturës duhet të transmetojë. Po fol sikur do ulë edhe mesatarja e aplikantëve, apo s'është aplikuar akoma, flitet që do ulet edhe mesatarja, pra me uljen e mesatarjes do ulet edhe niveli po përsëri. Pra jemi në nivele dobta, nxënës studentë që nuk performojnë ashtu siç kërkojmë, në rast se në ulet edhe pjesa mesatarjes, pastaj shkolla e magjistraturës do kthehet si shkollë nate.
Shumë faleminderit avokat. Faleminderit dhe juve. Diskutimi ishte me shumë ngjyrime në fakt në këtë puntat. Mendoj që do të kemi edhe një puntat të radhës ku të flasim edhe për pjesën e çështjeve administrative civile dhe përveç se pjesës së sigurisë juridike, ato që ne diskutuam sot, edhe vetë qytetari në të drejtën e informimit të garantohet, sepse në fund të ditës administrata shtetërore do duhet që të bëjë transparencë për çdo vendimarrje të saj. Po, atë ka edhe ligji, ka dhe kushtetuta, por çështja e ngjyrave është shumë e mirë sepse ne shqyrë zotit që na erdhi kjo demokraci e pluralizëm dhe kemi drejt që diskutojmë për çdo çështje. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Të dashur teleshikues, faleminderit që na ndoqët. Ju mirëpres në puntatën e radhës për të tjera diskutime që kanë lidhje me realitetin. Woo!